unë nuk është se e dashur. Për kundazi, ja kam falë të në trafik. Po dhe vjetë ka në me papat, unë s'ka pas shansë më kujtezoj. Nuk ka gjë më të rëndë se të përdorë shtëpinë ose t'ja mohosh për një tjetër. Këtë doje më shumë, fëmijën e vet apo fëmijën e botës. Në atë moment në të thënë drejtën, më kanë latë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni dhe të abonoheni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Londër, do të hap dritaren për përparim Morinën. Babain e 2 fëmijëve që ka humbur kontaktet përpara 2 viteve në momentin që u divorcua me ish gruan e tij Elida Morina. Të gjithë ata që ndjekin live-et e mia e njohin përparim Morinën pasi disa herë ai ka qenë këtu live, por edhe ish gruaja e tij. U martua me mua, edhe më la 4 vjet në Shqipëri. Erdha shtatzan në Angli. Kur linda djalin ai nuk niti me mua në spital, me pa fëmijën e vet. Po mor ish gruan e shkoi në shtëpi. Unë nuk e di se për çfarë. A martu me mua, a vetëm me bokalamaj dhe me marr nima në pushtet. Nuk e di për çfarë ka bën. Ai më ka dhënë mua, ka dhënë edhe fëmijët. Më ka lënë pa buk. Më ka thyrë në dorën. Pinte nga 4 gota, alkool në darkë, në drek, lunde bigjoz me 2000 pound dorën. Djali im ka arrit të ka shku marr ushqim në din, në kosha. Edhe më ka thirr mua shkolla në telefon, më ka thënë, por na ka tregu djali diçka, se babai tyre ka vu dorën ty edhe në fëmijët. Po i thash, është e vërtet. Nuk jam unë ajo, është fëmia që ka tregu. Më kanë marrë, e më kanë shu në shtëpi sociale. Ty i kishte fëmijët. Pse nuk u bë përpjekje për ta? Po jo i rrifte, i let për pa buk. Tani familja nuk është sllave. Ai më në fund ka arritur të fitojë çështjen gjyqësore në Londër dhe ka dalë i pafajshëm, ndaj ditën e sotme kërkon që të jetë këtu në live me Odetën, kështu që hap dritaren dhe ftoj me njerë zotin Përparim. Përparim, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe nga ana ime. Si ke qenë me shëndet? Po mirë kemi qenë, po unë jeta e përditshme, sa probleme kështë do unë se kam sjellë gruan, papa i 7 muaj që e kam pasirë, që e kam sjellë këtu. Ti ke nisur bashkëtesën e re me gruan e re aty? E kam sjellë, unë ti që unë një gjë që ta them, e them edhe e baj, e arri aty ku dua. Kjo është e disajta herë që ne jemi së bashku live, sepse problemi vazhdon të jetë i njëjtë me gruan. Le të themi që nuk të lë fëmijët nga martesa e dështuar që pate fatkeqësisht që ti takosh 2 djemt. Por çfarë ka ndodhur? Unë di që nga ju, që gjykata ju a dha të drejtën e takimit me fëmijët dhe ti doli i pafajshëm. Në gjyqin e fundit që e kam bë, unë e kam bë me datën 15. Që ishte gjyqi i 2 kalamajve. Se unë kam pas 3 akuza për dhunë familje, akuza parë ndaj ish zonjës, akuza e dytë ndaj Leoncit, akuza e tretë ndaj Kladis. Donë kanë qenë 3 akuza, jo një akuzë. Me një qytet tjetër, isha me një sallë tjetër në Londër, nëpërmjet televizorit. Pse kështu është zhvilluar gjyqi nëpërmjet online le të thënë? Po, nëpërmjet televizorit. Ata nuk u shikonin mua, shikonin vetëm jurinë e gjykatës. Dhe unë i shikoja. Unë i shikoja, ata mu nuk ishin donë asnjë parja. I parja është marrë djali i vogël në telefon, donë që a marrë në pyetje, bani atë betimin, që do thënë të vërtetën. Sa vjeç është djali i vogël? Djali u mundu me i fjalë për të thonë atë që e kishë mësuaja për gjinim. Sa vjeç është djali i vogël? Djali i vogël e ka mbush, donë tani mbush 13. Dhe të lutem, më trego, se ti e ke dëgjuar në gjykatë. Gjykata e ka pyetur çfarë ka thënë djali? Djali e vogël e ngjuan, edhe i bën 3-4 pyetje. Po. Ndërsa vajzëri kishte marrë nga shkolla një dokument dhe nga spitali një dokument kur shkolla kishte shkruar për mu kishte thënë është një print ideal, ndërsa djali shumë herë ka ardhur dhe është anku për nënën e vet sikur e ka rrafë nëna vet.
Do në shkolla dhe spitali do në kishin çu do në neshëve. Klaudios i bën 2-3 pyetje me qenë se ishte fëmijë edhe e largun. Të lutem, për parim, çfarë tha djali në përpara gjykatës? Djali do në hyri, ata i bënin pyetje si ka raf, kur ka raf, sa herë ka gjujt, me çfarë ka gjujt. Tash djali s'mbante mend se çfarë i ka thonë nëna vet, edhe ngatrohesh në pyetjet. Njëherë thoshte më ka ra 6 herë me shuplak. Njëherë thoshte babi na ka pagu shtëpinë 2000 pound në muaj. Në një kohë që ato nuk janë çështje që mund t'i dijë një fëmijë se sa pagu shtëpinë në muaj. Edhe nuk i bën shumë pyetje. Ndërsa djalin e madh, ai po thuj se i buri ka pak. I kanë bërë pyetje, tha atë na tregosh pa çfarë ka ndodhur atë natë. Edhe Leonci tha, unë nuk di gjë, tha, I don't know, se kalamet e mi nuk flasin shqip as edhe një fjalë. Edhe nëse shikojnë mua ty në live tash, ato vetëm na shikojnë, por që me kuptu ata nuk kuptojnë. Nuk e di shqipen. I tha, atë ka raf në herë babi? Tha, no. A ka raf në herë Klaudion? Tha, no. Klaudia tha, edhe kur shkon në shkollë, tha, gjinjen, tha, I thot mësuesës atë më dhim barki, tha, se nuk mëson, tha. Po mamin tha, a ka raf në herë? Tha, jo. A u ka mungu, tha gjanë, tha, tangë, pine, ushime, gjana? No. Tha, si ka pas me mungu, tha, në familje, në një kohë, tha, që ma shumë, tha, shpenzon dhe, tha, papagalli, maca edhe qeni, se sa shpenzonim ne, në familje. Dhe babi tha, nuk ka shumë, për kuna zirë, tha, qëtu në djilë, tha, në mërtet e puna, në nëzirë, tha, në përshur, edhe I ka thënë gjykatë, tha, enough, tha. Gjykatë kryesori, tha, enough. Edhe në moment, mu drejtua mu edhe baristerit. I tha, qeshtja e Leoncit bie poshtë. E tjemë s'kisha do në përpara, ndërsa Leoncit era aty. Tash ishtë vetëm qira e Klaudios. E largun atë, edhe si përfëndim futet zonja. Përja të mbetimin e ja, I tha qa do më betuën në ligja, por I tha ndu jam katolike, tha betona në të fende, me vunja të orë, bërnjë të betimin. Tha zoj, tha të në tërgosht, tha, vetëm për natën, çfarë ka ndodhur. E tha që kam qenë në kuzhinë, tu gatu datën. Ndërsa tha, zotënia ka qenë tha shtrirë, tha, tu pa televizor. Në këtë kohë, tha, unë kam ngju, tha, zhurë. Jam gjitë lartë, tha, dhe kam pa, tha, tu e gjujtë, tha, tu I ra djalin, tha, me grushta, tha, me shkelma, tha, e ka pa, tha, djalin, tha, për teke. Okej, tha, zoj, tha, sa herë, tha, I ka gjujtë, tha, djalit. Tha kjo, tha, I ka ra 16 herë. Zoj, tha, si pa të mundësi të, tha, me një mund se sa herë t'ja shkove me nda, a shkove me një mund, tha, se sa herë, tha, duke I gjujtë. You are, tha, you are big liar. Tha, si po në 4-5 pyetje tjera, edhe prapë për këtu doon, I kthejen pyetjes nga e para do. Zoj, tha, në momentin, tha, që ty, tha, ka vajt për të rafë djalin lartë, edhe t'ka gjujtë, tha, ty. Ti, tha, ku ishe? Tha, unë qesh në kuzhinë, tha, ty I mush një gotë me raki, tha, me jaqu, tha, se më kërkoj një gotë artë. Gjykatësi tha, zoj, në pyetjen e parë që ty të bëm, ti na the që është tu gatu. Tani tha na thu, tha, që është tu I quraki. You are big liar. E kanë injorua në pik 20 minuta. Çdo pyetje që I bëshën, I theshin, you are big liar. You are very big liar. Ju jeni një gënjeshtare e madhe. Si ka mundësi, tha, spitali, edhe janë gjithëshin me leta, aty, edhe janë gjithë për këqyshja që kishtë. Si ka mundësi, tha, që spitali, edhe shkollë, kanë shu një dokument në favor për pajmorinjës, jetë të tamë. Një e para. E dyta, tha, si ka mundësi ti zoj, tha, mje, tha, se nuk e lajmërova shkollën apo policinë. Se tha ti policinë, tha, nuk e lajmërova. Kjo tha, thyu, tha, 2 telefona. Që telefona, tha, se këtu diskutoj që ka stu Klaudia në telefon, tha.
Tha, ka thyrë dhe telefonin tim, tha që mos në mund për marrë. Si ka mund që, tha, telefonin ja të thyrë, në një kohë që telefonin ja tha, që po jam shiret, që ke bo, tha, në Shqipëri, në Londër, me qaj ki bo të thyrë, tha. Se tha, ti nuk i denancovën polici, tha, këtë zoj. Tha, jo, kam denancu, tha, në polici, tha, zishtë që ka shku policia. Zoj, tha, ti ki pasi për fys, çdo fjalë që ke dhënë, çdo intervistë ti tha, ke hedhë firma, është firma ju dhe këtu? Tha, po, atëherë tha ti, you are big liar, tha. Unë tha, e kam lënë, se nuk më ka lënë ai mua. Don e pindi gjykatën, edhe sa që gjykatësit nga nerat, i tha Zoj, qo, mërë kilometra shkon shtëpia, gjyqi të vazhdoj. Si për fëmijë, vazhdoj gjyqi, më ka zirë në orën 3:30, sa të mërë të vendimi, edhe në fund vendimi, gjykatësi, në nuk rritëm në gjithë në kamë, se ishte një rritë për 12 së gjykatësa. Edhe tha, Klatja tha, në gjitha gjëra tha është i besueshëm. Për tha në gjëra tjera tha, është i pa besueshëm. Për djalin e madh. Për djalin e vogël. Djalin e vogël. Leon se tha, është komplet i besueshëm. Ndërsa Zonja tha, është komplet tha. Për gjë tha ka gjiru. Arsyet janë të sajnë, tha. Ajo thjesht e ka bote, tha. Ka që kalamajt për ta largu Misëmorinën nga shtëpia. Pra gjë janë, tha. Ajo ka gjiru, tha. Ka full kalamajt. Që në këtë moment, tha. Misëmorinën, tha. Shpallët i pafashëm. Në atë moment, në të thënë drejtën, më kanë rëllatë. Kur more pafajsim, se dhe mund të dënoheshe për dhunën në familje. Ushe 250. Më ka në letë, ka artë sekretarja, më ka dhanë në leta e kam qilët, më ka marrë bajë shtej, më ka thirë jashtë. Kam pas do aksion që mos u pas drejt kontakti me fëmija në këtej, më ka një komplet në atë moment nga vendimi gjykatës. Kam kërku pastaj, në përmjet avokatit, kam kërku kalamajt kontaktin. Në momenti që ti dole i pafajshëm, i kërkove gjykatës që të kishe takime me fëmijët, se është drejta jote kjo? Është drejta jote, tha, ti more pafajsin, ti të drejta, nuk ti mas një kufizim, mund shmi të ku të dush, a drejta jote. Tani ku unë fola me avokatin më tha nuk mundesh. Pse? Për arsye se kalamet ta nuk kanë telefona. Nëse ti të morish pra zonin, zonja tha prapë në të mojë për të tha dhe ti prapë arësosh. Por nuk mundesh ti blesh një telefon nëpërmjet avokatit ja dërgosh fëmijëve dhe atë telefon ta përdorësh që të flasësh me fëmijët e tu? Ata jetojnë 500 kilometra nga këto. Që ka pasu shteti. Gjithsesi, ajo donë me lafe që marrë në partijë të në, e ki pasysh. Ajo ka hapa të fjallë që unë ato kalamaj nuk i kam pasë në te. Edhe në Shqipënia, kur ka qenë një vit që ka i të në Lushnja, mund kam su dashnëvoj për me i zonë valium. Edhe i kam zonë 2 herë një valium, edhe i fjenë të gjumë zonë fosja dashnëvoj për më. Që i ka deklaru me gojën e vetë. Të një të njëmë ma ka pasan dhe mua. Parim, Gjithsesi, unë do të them që kur ish grua juaj ka qenë me mua në live, unë e kam pyetur dhe e ka deklaruar që të 2 fëmijët unë i kam me përparimin. Ju sot dyshoni se ata fëmijë nuk janë të tutë? në. Unë atë dyshim, mund të ma heqë vetëm zonja. Në programet që kemi po bashkë, ti të kujtohet shumë mirë. Po, pa tjetër, kemi bërë disa live. Që zonja ka thonë që të i bje koha. Mirë se në atë kohë nuk kishim të drejtë përballje. Po sot, ku është zonja që nuk del mu përballje. Këtu si për përballë më në ty, edhe më thonë, zë të i, ka ndodhë që ka ndodhë, është jeta ime, ka vazhdu jetën time, atë kalama janë tu, kur dërë, hajde mëti, panë analizët edhe në zëtënjë dhe ma kontaktin me kalama që janë tu. Apo jam i gabim, apo i gabum.
Pra, ti kërkon një përballje. Unë kërkoj përballje dhe nuk kërkoj gjë nga ajo. Ajo sot për sot bashkëton me një jep pakistanes. Po, është drejta e saj. Drejta e saj, sikur është drejta ime, dhe mu nuk më intereson ajo pjesë. Mu më intereson kalamajt. E para, të me japet të dërëtën, unë bashkë me të prim një analizat e ne, analizat e adenes e jep edhe sa përqind a i fëmija shqipmi. Po, analiza e dënës verifikon nëse janë fëmijët e tua apo jo. Atë, unë s'kërkoj që tjetër. Nëse janë fëmijët e mi, unë kam detyrime ndaj fëmijëve të mi, kam të drejtin e kontakteve, për t'i marrë, për t'i ndjerë në parka, por edhe për të financua. Përparim, sa ko ke që nuk e kontakte fare me fëmijët? Mujnë tjetër po në fiks 2 vjetë, 23 muaj. 23 muaj që nuk i ke dëgjuar zërin. Atë që kam pa, atë që kam dëgjuar zërin, i kam parë vetëm nëpërmjet televizorit ku janë marrë pyetje nga gjykata. Ishin rritur? Ka marrë malli. Po teta, edhe një fëmijë, një komshije po ta kesh, nëse ti e ke për dhejt, e ke ashtu gëdhinjësët. Jo mof një fëmijë që e ke tëndës. Që edhe nëse sa joti, ta majsh atë fëmijë, ti majsh atë fëmijë si që ka majtë unë 13 vjetë. Unë nuk e kuptoj një femën të atyjo, një nënë të atyjo, një familje atyjo, që me arrit din këtë ekstern, unë nuk e se e lashun, nuk e se e dina në sotan, për kunërzi ja kam falë të në trafi, po mu s'ka pas zate për një 2, po 10 kala me me pa pas, mu s'ka pas shansë ma mu kita e zoj. Unë jam martu, kam shiku jetën time, dhe tani edhe hap fjallë, që unë e kam mendu, thëtë që do kësa jetët, a i pas ka qeni martu që 7 vjetë atje në Macedoni. Jo, s'kam qenë 7 vjetë. Unë kam fiks 13 muj martes, kam 7 muj që kam marë. E qartë, e kuptoj. Ti ke vazhduar jetën tënde, ndoshta e ka pretenduar për një rikthim, po edhe ajo bashkëton me një person tjetër, si e mendon rikthimin me ty? Ajo e din se ku ka për me përfundu. Se këtë gratë shqiptare, që kanë përfundu. I dashur përparim, mua sinqerisht më vjen shumë keq që nuk e kontakte me fëmijët për afro 2 vite po mbushen. Uroj që ti takosh sa më shpejt fëmijët e tu, por ajo që unë kuptoj është që në këtë live ti kërkon ti bësh një thirrje ish gruas tënde që të kesh një përballje me ta. Kaq. Nëse ajo do të dëgjonte, që jam e sigurt që do të dëgjoj, çfarë do i thuash? Të dalet përballët në atë që ka thonë ajo, atë që them unë, se të më japet të drejtën, të bëjmë një analizat e neja, ose po kërkën e jo. Që më faktoje e mu që janë fëmijët e mi, dhe të më japet mundësin që unë pra të fëmijët investoj. Se nesa e fëmijët e rritë dhe më thoje, mërku i shëtirë, se s'ke qeni zote me mblej një pa gjarata. Çfarë të them fëmijën, që nuk e kam ditë se ku keni qenë, se në momentin që unë mora papajsi dhe ashtë njëru nga gjykata, aja ka di që unë do e bëj këtë gjë, me ty edhe ka blok të gjëja. Por gjithsesi, unë do i gjej mundësinë për të lidhur me Elida Morinën, padyshim uroj që ajo të më përgjigjet, të pranoj një përballje, të dali një live, të flasi me ty dhe të tregoj të vërtetën për rastësinë e atyre 2 fëmijëve. Unë deta, kam 7 që kam problem. Po. E kam regjistruar. Për momentin e kanë qenë në një hotel. Rrinë një javë në hotel, një javë në rrimë të unë. Se ka që ka të dajton një javë ditë. Duhet të tajtë në hotel, si kur edhe 2 ditë, pas e ka të dajtë prapë të vigje. Tani të mon, i kanë thonë që të i dalë shpia e vetë.
të ndeja japin edhe shtëpinë. Harmonët ti më thonë kaq. Nëse ti dëshiron, ose nëse ke mundësi, unë mund ta thos tani në grup, edhe pyete vetëm për gjatë jetës. Një vitecar që kam me të, se çfarë njeriu jam. Tek për bashkëshorten e re. Pa, Si quhet bashkëshortja e re? tajde. Sahide. Korrekt. Sahide quhet bashkëshortja e re. Po, nëse do në mund ta thos tani në grup, edhe pyete për jetën tonë, Po mund ta se fusësh. çfarë njeriu jam. Po mund ta fusësh në grup. Sahide, përshëndetje. Përshëndetje, si e mirë? Si jeni ju, mirë? Mirë, faleminderit. Në radhë Ju të si parë jeni? të trashëgohesh me përparimin dhe të keni një jetë të lumtur. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. U bë një vit që jeni zhvendosur, jeni në Londër. Po, jemi. Përbërja shumë i burë, i mirë, dhe mu pëlqen shumë se nuk e di, nuk është asi dhonusëm dhe është që një vëllë që ka në bojë, gjithmonë ajo është aty pra. Ju jeni në djeni të problemeve që ai ka me gruan e parë për 2 fëmijët. Ata që thonë njerëzit, nuk është vërtet se përparimi është shumë një njeri i mirë dhe shumë një njeri i veçantë. Nuk e di, unë i përjetoj të gjëra dhe lumturi gjithçka. A keni ju Dhe një... shumë njeri i mirë. Ai po vuan për 2 fëmijët e vet. A keni ju një mesazh për ish gruan e përparimit? Po, nuk do të gjykoj, por thjesht ato që ka thënë ajo nuk është vërtetë, do të thotë se përparimi është shumë njeri i drejtë, shumë njeri i mirë dhe shumë njeri familjar, do të thotë nuk mund asnjë gjë shpiti çka është në rend. Mirë, e dashur nuk do të mbaj gjatë, kështu që të përshëndes, mund të largohesh Shumë edhe faleminderit. Po teta, jetë të vetëm lumtur. të gjëra do të them. Po përparim. Ka qenë Maqedoni, unë i dërgoja para nga Londra. Është vërtet. 14.000 euro i kam dhënë për më orë në Londër. Është vërtet. Tota e jeton në Bristol dhe kartën e bankës, kush e ka E se kam unë. Do me thënë mos më mungon asnjë gjë, gjithçka që ju duhet ju bruhet përparimi është për familje. Dhe shumë njeri i mirë. Dhe më vjen mirë që je lumtur me përparimin. O teta, Po, po të tham një gjë që ti e di fort mirë që në Shqipëri nuk mund ta bëje kush. Një familjar. Këtë doje më shumë. Fëmijën e vet apo fëmijën e botës. mirë, mua më vjen mirë që ti e respekton djalin e zonjës. Saidja ka marrë një fëmijë me vete, është 8 vjeç, për këtë kujdesë më shumë Saidja, për ty apo për fëmijën? Më duket se për fëmijën kujdeset më shumë se për mua. Më vjen mirë, sinqerisht më vjen mirë që dëgjoj këto fjalë dhe ju uroj jetë të lumtur. Mbaj një fëmijë, një jetim, dhe e du më shumë se Saidën. Sta që kur vjetë unë, për një javë ditë, ai fëmijë nuk rrin vetëm darkë të flejem gjumë, sa e tërë ditën me mure. Ta nditën ma, është shumë i dhana, masë ti. Edhe Sahidja mi dhe të kushe disa arë, thot shumë shpenzat të për të. Një ka qepet e veta, lojra, makina, dorë. Sinqerisht ju uroj jetë të lumtur. Saide, zemër të përshëndes. Shumë faleminderit vërtet, uroj gjithë mirat edhe për ti dhe atë që tham unë është shumë e vërtet, pami është një njeri shumë i mirë, shumë i shumë i burë që duket se më ne dhënë gjithë botë. Dhe të uroj jetë të lumtur me përparimin. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Të përshëndes, mirupafshim. Gjithë mirat, shumë faleminderit. Kaloni mirë. Faleminderit, Saide. Ndërkohë përparim e dëgjova Saiden, e cila tha fjalë të mira për ty. Qëllimi jot ishte që të futesh edhe Saidja në këtë live për ta dëgjuar të gjithë që ti nuk je një burr dhunues, sepse ka shumë i lënduar nga denoncimi që ish gruaja të ka bërë. Po teta, sikur të kishte qenë një gjë e vërtet, një fjalë, të beton sytë ballit e sajna, unë do të praneja çdo gjë. Sikur një fjalë e vetë nuk kishte qenë e vërtetë. A kam pas debato? Jo. Amo,
qenë, kur jam martu, martesa jonë ja kam thonë gjithmonë. Zoj, unë janë të majtë të kalamaj. Se martesa jonë ka marrë fund. Në kita thuë, 2 herë Shqipënia, 5 herë kam kap me telefona, dhe makinën në qytet, qecat e makinës bavës vetja pa t'vjedhë, e pa dalë sa në për qytet të ashu gjash me pajet në lumë me makinë, anekteje, dhe onë budalliqet pa me. Sa që pa të arrit me më thonë, babaj vetë ta, mere majs nga Shqipënia, tha se s'm ka me të buk tjetër, vetëm me marë tha gru, më tha, davën, tha, më shku më mikë në provës, s'm ka një gjatë tjetër, tha, për këtë pajsë. Po janë punë të sajnë, mu nuk më interesën, mu më interesojnë, ndoftë unë jam i ka bu. I qartë, e kuptoj. Unë që kur mu ka bo vërtet vujta në përgjyqje të unë, se më shku një vit e gjysë, dhe që mora pa fajsin e çdo gjë. E gjykata e që e ka i njëru që unë kam pa me 10 gjyqe në Britani, po mu i njërua, si kur është i njërua e femën në gjyq, unë s'kam pa në Britani. As historia nuk e një. Sa që sot, tana shoqet e vete e kanë njëllë, edhe kur unë mundohë me ma në për shoqet veta në i informacion për kalamajt. Tha të smerëmi në me atë debile, tha të kishin debile femër. Okej, unë e kuptoj, por sido që tjeta, ajo mbetet në e fëmijëve të tu. Mu nuk m'intereson, o tjeta më kuptoj drejt, nuk m'intereson, se unë kam kriju jetën tim me familjen, do në zëgja, mu m'intereson kalamajt. Ora, të përballët me mua, ka i zonja. Të më thoi, zotëri, këto 2 kalamaj janë tut, urdhëra kur tush, ha të bëj analizën të atë, nëse nuk dalin tut, përgjigje mund. Me para ligjit pa. Nëse dalën përgjigjës e një se janë kalamajt e tu. Nuk janë vetëm të një. Ose po kërkoj gjatë tjetër. Jo, ajo është e drejta jote, padyshim, është e drejta jote e një babaj për jo vetëm për të bërë analizën ADN-s dhe ta vërtetojë nëse janë fëmijët e tij apo jo, por nëse janë fëmijët e tij që ti e beson 99% që janë fëmijët e tu, ti ke të drejtat e plota që ti takosh ata fëmijë. Por unë nëse nuk e besoj një gjatë e tillë, unë nuk do ta kërkoja. Të kuptoj. Unë e kërkoj, ore të dale publikisht. Nuk për i thëmë, asë nuk për i kërkoj t'i bëj asë analizat e ADN-s. Farë. Ama të dale para publikisht ajo, dhe të më thoj, zëtëri, po të thëmë me ndërgjegjet, s'kam të artu punë të mija, ama atë 2 kalama janë të kushtë, dhe të nërgjësët një kontakto me ta. Nda që atë të koj, nda që investo për ta, janë kalamajt e të të që ku janë pitë. Kaq, në studio tjetër. I dashur për parim, dua të bëj një pyetje. Duke ditur që të gjitha këto live që përbën me mua, por edhe lufta e madhe me drejtësinë aty në Londër që dole i papajshëm, sigurisht ti kërkon takime fëmijët. Më thej që fëmijët jetojnë shumë larg, por nuk e ke marrë një kurajën guximin të presësh biletën e avionit apo të marrësh makinën dhe të shkosh në atë vend, ti takosh. Unë kam shku 2 herë. Ke shkuar 2 herë. Por, është një lloj, si më thonë për shembull, kalamajt e mi janë në Tiranë, dhe unë pa pas asnjë informacion, edhe më dalë me nejtë lokaleve të Tiranës, apo më dalë me nejtë restoranteve, apo me dalë supermarketeve, edhe me pa do në për supermarkete, apo në për qytet atua më speshikar. Jo, pa ashtu nuk i gjen dot fëmijët e. Oke, pra, do nuk kam një informacion. Por, nëpërmjet drejtësisë aty në Londër, ti e ke fituar të drejtën të kesh takime me fëmijët? Po, e kam përfituar të drejtën, dhe kam të drejtë, po nuk du t'i hyj asaj rrugë, se kam i dali problem asaj pastaj, që ajo lërë, që me kalamajt me jamot, po dhe më denu, po nuk jam katu mi një asaj rrugë. Se unë automatikisht, shkoj, vendimin e gjykatës e kam, shkoj pa një kallëzim në polici, e fut me po analizat e ADN-s, nëse analizat e ADN-s nuk dalin kalamajt e mi, asaj zoj si dalin problema, se quhet mashtrim për që ka mashtruar për me fitu leta, në karin tip, se kalamajt
pasaportet angleze në shtetësinë e kanë për meje. Me që unë jam në shtetet angleze, nuk e kanë nga zonja. E zonja i di që të probleme që i dalin. Por zonja nuk e di që më shku me e bok të kalzim, se sa problemi i dalin pasaj. Nësa të kalamaj, se e dytoron policia, për të bërë analizat e dënës. Edhe zonja nuk e di se sa probleme, por nuk du mi hap probleme, se mbi gjitha, aja është nënë e atyre kalamajve. E qartë, unë po të ta them dhe njëherë për herë të dytë në këtë live që kur kanë folur me Elida Morinën, ish gruan tuaj, më ka deklaruar që fëmijët i ka me përparimin të dy. Por, thjesht fakti që ajo ti pengon, që ti të kesh kontakte me ta, ti mos u ngut të shkosh në zonën ku ajo jeton, të njoftosh policin me atë vendim gjykate në dorë dhe të kërkosh takime me fëmijët, sepse koha ikën, vitet ikin, ata rriten, humbin dashurin ndaj teje dhe do jetë më e vështirë afishimi mes teje dhe dy fëmijëve të mitur. O, deta, unë e kam mendu gjithmonë me qifte ku të ndodhin të gjana, po kam mendu gjithmonë, kam pëj me një njërgjia që një ditë do e mendoj që ata fëmija ashtu që kanë nevojë për për ta ngju erën e nënës vetë, ajo të ketë nënë që ata fëmija ta ngjojnë edhe erën e babës. Unë pasi jam i gabuar. Jo, nuk e fare i gabuar. Një fëmijë ka nevojë të rritet me nënën dhe babain. Jo, ka ndodhur, edhe ndodh, dhe mu më vjen shumë keq, se unë jam vetë shqiptar dhe nuk mund të shaj vetën time. Kjo ndodh gjithmonë në të mëdhejt, kur ndahen pasojat mbi një fëmijë dhe hakmerën mbi fëmijë. Mu më duket një gjë e padrejtë. E shëmtuar. E pafalshme nga ana e çdo prindi që sillet kështu me fëmijët. O deta, unë për çka kam folë gjithmonë, unë kam folë një gjë reale, edhe flas atë që më takon. Ama nuk ka gjë më të rëndë se të përdorësh fëmin ose t'ja mohosh prindit tjetër. Son kur nuk e ndjej erën e atyre kalamajve që kam mbajtur 13 vjet, kur nuk e ndjej çfarë do ndjej kur të bëhet 20 vjeçë? Apo jam gabim? Prandaj të thash dhe unë që nuk e pse ngutesh të shkosh në polici dhe të kërkosh takimin me fëmijët. Jo, unë shumë drejt, edhe një koha nëfta, që edhe policisë do i drejtohet. Por nuk du mi hap probleme, so i di pasojat se çfarë probleme kanë mi dalë pasaj. Që i dalin pasoja e probleme, deri edhe të lekë që kanë përfunduar në përdashëndarët në Turqi. Se kur shkojnë policia unë dhe komplet fakte, si që dhash gjykatës. Përparim. Por nuk du që ti hapi probleme, se nuk du që policia shkoje edhe të trakasën derën e saj. Pse? Se janë dy kalamajt stresohen kur ta shikojnë policinë. Mos më intereson me taku ata. Thjesht një kontakt me kalamaj. Paktën atë kalamaj. Ta gjejën e tyra, ta gjejën e tina, të rritën domon, si me mua, si me nënën e vetë. Ti investoj se kam detyrim me ndaj tyre. Kam detyrim. Po, e vërtet, dhe uroj dhe shpresoj që Elida të na dëgjoj. Ti nuk mundesh me i përdor kalamajt se si ke pronë private. I kemi sjellë bashkë një. Unë kur e kam marrë atë zoj, nuk e kam marrë me dy kalamaj mbrapa. Kush do me qenë? Nuk ka të drejtë, do me i mohu kalamajt njënit për. E qartë, kuptoj. Dhe nuk mund dalish me pretendime, nëse e gjë për shembull nga dikush që përparimi po kërkon kontakt me kalamajt, ti nuk mund dalish me atë pretendim me thonë s'ka nevojë me kërku, se atë kalamajt nuk i kam marrë. Ose dit, dhe hajde, bëjmë analizën adenes, ose dit, ose të i hapë. Uroj që Elida të na dëgjoj dhe të jetë një përballje me ty, të shpjegoj dhe të japi përgjigje të gjithave pyetjeve që sot ti po i bën këtu në live me Odetën. I dashur përparim, por Saidia tashmë është e njoftuar nga ty për gjitha këto probleme dhe është mbështetja jote më e madhe, besoj. Familja Gjemoa. Unë ta kam thënë, edhe po ta them 100 herë. Ata si familje nuk flas nga ana tjetër, as nga ana tjetër, më kanë respektuar, më kanë përcjell,
më kanë dashur në shpirt, i kanë një mua me shpirt, jo e po të zoti halal. Normal që të me një nga ona e vajzës. Bileson para 2 javësh, son kam gjithat malë në Shqipëri, kam lejë mua qajnë e vetë, vlajnë e davës, punatin e vetë. Jo, e kisha fjallën për Sahiden. Sahidja, nuk fjare. Jo, të Ishnus, të Lidës. Të Lidës, e qartë. Kam marrë gajnë e vetë në telefon, kam marrë burin e tezës vetë, edhe i kam thënë, a ka mundësi zot një kam thënë, me full me davën, me motën e ju, ka ndodhë që ka ndodhë, a ka mundësi, se për punë e makina do kam hapë procesisor. Mallin që kam në shtëpi, që e kam paqu, so kam gjithat mall aty që e kam paqu për shtëpinë time. Kërkon ta marrësh. I kam thënë, kam 2 televizorat në vej, kam tëra të aparaturat, tëra të gjona që kam quë, a ka mundësi, mallin të me ma dhanë më, dhe ata më thamë të japin një përgjigje dhe më ka marrë. Buri punati vetë, buri motës davës, më tha, zëtë një tha, kam folsa me davën, tha, edhe dava tha më ka thonë që po e ka materialin tu, kur doje mune të qëje një ta marrë. E qartë. Edhe falinderit, kaq. E qartë. Ndërkohë, po të pyesja dhe për Sahiden. Sahidja është mbështetja jote më e madhe tani, me gjitho probleme që ke pasur me ish gruan. Normal, unë kam 13 muaj, donë atë, a ke parasysh, edhe nuk është puna, donë, e ka lej një jetë me ta, jo si me qenë burë e gru, po si me qenë dy shokë. Më vjen mirë që në një farë mënyrë e ke gjetur lumturin, të uroj shumë fat. E ka lej aq mirë me të, sa që edhe këtu kur është, edhe në hotel kur është, nëse të dalë për pi një kafe, aje nuk del, edhe kush e disa i tha me i, mu mos merr telefon se sa e del me pi, se s'marrëm ty me të thonë se sa e del me pi kafe. Sa tjetë atë në pa di një burit atë në zgutrej për me dalë për tjera. Se kanë atë zakonet e veta, atë traditat e tyre. I dhe më në, mua nuk më ke burit. Mua më ke shok nga parë. Më vjen mirë që keni një komunikim, një marrëdhënie të ngrohtë me njëri tjetrin dhe kuptoni. I dashur përparim, ne do mbetemi bashkë në kontakt, uroj dhe shpresoj që nga ky live i sotëm ishnusja juaj Elida të reagojë, të jetë përballë jush dhe ta uroj me zemër që të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e tu. Unë kaq do doja nga zoja, kaq në një kontakt me 2 vjet është, unë nuk po tham që aja është një kënë. Një në ratë parë është pjesë donë që nuk mund të apësh. është në morale në ratë parë. Por ato kalamaj kanë nevojë, si që kanë nevojë nënës, se nënës normal që e kanë më shumë se sa babës, po kanë nevojë edhe për babën. E qartë. Mirë, përparim, të përshëndes dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Të përshëndes nga Tirana. Shumë faleminderit, edhe ti kalosh sa më bukur, e faleminderit, e ma bëj halal. Të lutem. Por unë jo të rrallë. Unë sa të kem jetë, unë nëpërmjet teje kam me kërkuar vetëm një të drejtë. Dhe uroj ta gjesh. Ajo e drejtë që më takon mua dhe i takon çdo njeri. Uroj. Asi gjë më tjetër. Uroj që të bashkohesh me fëmijët. Mirë, mirupafshim nga Tirana. Shumë faleminderit, respekt, e ma bëj halal. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që Elida Morina, ish gruaja e përparimit, ta ndjeki këtë live pasi ish bashorti i kërkoi një përballje. Sot që ata kanë përfunduar çështjet gjyqësore, mund të përballen pasi ajo ka qenë e pajisur me urdhërmbrojtje dhe përparimi jo vetëm që nuk i afroi dot, por dhe në një përballje televizive nuk mundej ta bënte sepse avokati i tij i ndalonte. Tani që çështjet gjyqësore kanë përfunduar, ai ka fituar pafajësinë, të drejtën për takuar fëmijët, kërkoni shtunsen të jetë një përballje. Uroj që të marrë një përgjigje nga zonja Elida Morina dhe shpresojmë që përparimi të bashkohet sa më shpejt me fëmijët e tij dhe të jetë i lumtur me bashkëshorten e re nga Maqedonia e Veriut. Mirë, kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj që më ndoqët deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni
këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.